personi që vuan e kupton? Ka ndonjë shenjë që ai të arrit të dallojë që diçka nuk shkon me gjumin e tij natën, sepse në momentet e gjumit ne jemi të pavetëdijshëm se çfarë ndodh dhe çfarë bëjmë. Po. Shumica të episodeve të apnes janë të vogla, pra janë minimumi 10 sekonda, 15-20 sekonda, dhe këto krijojnë mikrozgjime, pra pacienti nuk zgjohet në vetdije, por krijon mikrozgjime që ja prish gjumin pacientit. Një nga gjërat që pacientët përjetojnë gjatë të nesërmës është lodhja ose përgjumja ditore, por jo domosdoshmërisht me çdo fazë të apnesës, sidomos me fazat më të rëndura patjetër që kanë më shumë simptoma. Por është dhe një sëmundje që vjen gradualisht, pra nuk ndodh overnight. Pra vjen duke ardhur gradualisht dhe pacienti fillon edhe pak a shumë mësohet me këtë cilësi gjumi që prishet, dikush ja vën fajin moshës, dikush ja vën fajin lodhjes në punë. Por prandaj është e mirë që të bëjmë një diagnostifikim. Lodhja pra duhet jetë lodhja që ndjejmë gjatë ditës duhet jetë një sinjal për të na bërë të dyshojmë. Vështirësia për të zgjuar në mëngjes, për shembull. Përgjumja gjatë ditës. Lodhja, ju zë gjumin nëse keni punë në zyrë, ju zë gjumin në tavolinë. Ju zë gjumin në timon, gjëra më e rrezikshme që mund ndodhi. Pra këto dhimbjet e kokës në mëngjes, vjen për shkak të mos oksigjenimit gjatë natës, mjaftueshëm dhe zgjami me dhimbje koke. Gjithashtu dhe dhimbjet e noflës, sepse apnea ka dhe pra sjell dhe një shtrëngim të pakontrolluar të dhëmbëve gjatë natës, është një nga efektet e saj. Kështu që këto janë pra kryesorët. Pastaj, nëse dikush fillon edhe ka probleme pastaj me zemrën, patjetër që duhet pra nëse nuk e trajtojmë, një apne mund të na çojë në probleme të tilla, probleme kardiake? Janë shumë të lidhura, pothuajse me çdo organ, po sidomos dhe për shkaku kryesor është rënja e oksigjenit. Dhe krijohet ky stresi kronik dhe inflamator në trup, i cili na sulmon çdo lloj organi. Po kryesisht zemra dhe truri, për shkak të mos oksigjenimit, pra truri nuk oksigjenohet. Kemi parë pacientë që janë me apne të patrajtuar që në vitet më të vonshme kanë Alzheimer's, dementia. Problemet me zemrën janë në aritmit, nga më të thjeshta deri te ato më të rënduar si AFib, fibrilacioni atrial, dhe deri në heart attack, deri pra në pushim të zemrës, deri në... Mund të ndodhi nga apneja edhe një atak kardiak. Po, sepse stresi i panevojshëm, pra në momentin e 8 orët, pra është 1/3 e ditës ne duhet pushojmë, dhe nëse kemi apne sidomos të rënduar, ne nuk pushojmë për ne luftojmë për të marrë frymë, dhe zemra duhet të punojmë më fort se qa punonte gjatë ditës, më kupton? Dhe kjo i krijon një stres të panevojshëm, dhe si e tillë pra do t'i japi pasojat e veta. Do marrë vite, nuk është imediate. Sa vite? Do të thotë sa kohë të shkojë? 10 vjet i patrajtuar, patjetër që do fillosh me problemet e tensionit, me zemrën, deri në problemet e diabetit dhe deri edhe në kancer. Pra apnea patrajtuar severe, pra e rënduar, në studim i që është bërë vitet e fundit tregon që ka mbi 40-50% lidhje, pra që mund të zhvillojmë çdo lloj kanceri nëse nuk e trajtojmë.